Gjatë primeve të fundit në BBV4, Loredana bëri një deklaratë befasuese ndaj Jozit duke thënë se ai sillet me të sigurt të jetë goca e xhaxhait të tij. Mirë po nga ana e këtij të fundit shpesh herë nuk është se ka patur ndonjë interes ndaj banores, madje në shumicën e rasteve ai ka patur një sjellje të ftohtë. Për shkak të krisjes së marrëdhënies së tyre, dyshja në fjalë dhe së fundmi janë përfshirë në një debat. Jozi shfaqet i dyzuar ndaj ndjenjave të banores, ndonë se ajo e ka shprehur qartë pëlqimin dhe tërheqjen që ka prej tij. Artisti i shtohen akoma më shumë dyshimet për shkak të marrëdhënies Loredana Gjesti. Kujtojmë se Gjesti ka thëmbuar Jozin duke i thënë se Loredana ka qejf të kaloj kohë me atë. Pjesë nga biseda. Jozi, edhe pak ditë kanë mbetur. Dua shumë të besoj. Loredana, do ta shikosh. Jozi, më ke zgënjur. Loredana, çfarë ke parë? Jozi, kam parë gjëra që nuk e di. Çfarë ka ikur, uroj të jesh e pastër siç të kam besuar, vetëm kaq, mos e zgjat. Loredana, unë të kam thënë të kesh besim të plot të mua, unë t'i tregoj të gjitha, nuk kam asnjë problem.